Kam edhe disa pyetje hoq, por njëra ndërta është edhe dua të zgjeroj në fakt në horizontet për burimet e doktrinës muslimane. Nga e kanë fillin, si ka filluar, pak a shumë dhe na e tregosh këtë pjesë. Shiko, doktrina është një ta quajmë fjalër, është një postulat absolut. Mirë po, në islam nuk ka indoktrinim dhe doktrinë, po flas në islam. Sigurisht. Domethënë, kurse në terminologjinë gazetareske edhe në terminologjinë e historisë dhe psikologjisë bën quhet kështu doktrinë. Sepse është zhargon i shkencës, edhe shkenca i ka format e komunikimit. Normal, sigurisht. Por Islami i ka kushtet bazë, themelet bazë. Islami ka edhe librin bazë, që është Kurani, Suneti, Ixhmai, Kiasi, analogjia. Mirë po, themelet bazë të Islamit janë shtyllat e Islamit, shtyllat e imanit, ihsani. Domethënë për gjitha këto jam mundu me dhënë ligjërat për gjitha të cilën prej tyre, domethënë shahadeti, me shpjegu çka është dëshmia se s'ka zot tjetër përveç Allahut që është një dhe i pashaq, nëse Muhamedi është i dërguar është i falja namazit, dhënia zakatit, e gjitha këto. Pastaj besimi në Allahun, librat, kitabet, me lajket, ditën e gjykimit, kadan, kaderin, e kushtet e imanit, ihsani me besu Allahin edhe pse ti nuk e sheh, me besu se Allah e sheh ty, pastaj shenjat e kiametit, e kështu me radhë. Pra këto janë kushtet bazë që edhe Xhibrilit e Muhamedi alayhis salam e ul në gjunjë dhe ja mësoi pra Islamin. E këto janë shtyllat e Islamit, shtyllat e imanit, ihsani. Kjo është si thomë na abetoria ose çelësi i të qenurit musliman. Pra shtyllat e Islamit, shtyllat e imanit, ihsani, po i njoftë këto, ma ti je, si themi ne, i kompletuar në fushën të njoftur në fushën e njohurisë së Islamit. Por gjitha këto i gjejmë në një libër që është Kurani i Kerim, Kurani i nderuar, pra famlar që është fjala e Zotit, kelam Allah, që është mucize. Në Kurani ki gjitha këto shpjegime, domethënë, edhe në jetën e të dërguarit Muhammed alayhis salam, tek hadithet e Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe tek jetat e fushëveprimtaria e tij gjenden gjitha këto. Islami, pastaj disa studiues kanë thënë se Islami ka ardhur me Muhamedin, historian ose studiues ndryshëm. Jo, Islami ka ardhur me vetë njeriu. Islam do të thotë se këta e shpjegojnë domethënë Islamin si nacion historik. Po. Jo, Islami duhet shpjeguar si nacion lingvistik. Këtu ndodh gabimi. Lingvistik gjuhësor. Gjuhësor, po. Pra, gjuhësor, Islam do thot vjen prej fjalës selam, që do thot paqe. Kur ka ardhur, pra njeriu në botë ka ardhur me paqe. Nuk ka ardhur me zërt këto, se ka prunë kush me zërt. Pra, edhe besimin e ka marrë, domethënë Zoti ja ka dhënë, domethënë besimin ja ka dhënë udhëzimin. Po i ka kallëzuar ku është e drejta dhe pa e drejta. Inna hedaynahu shakira inna kafurain. Pra, ja ka treguar cila është përqend falendëruese dhe përqend mohues. Po ja ka treguar pra dy rrugë. Inna hedaynahu sabila imma shakira imma kafura. Pra, ja ka kallëzuar dy rrugë. Cila është rruga e drejtë dhe e shtrenjta. Po i ka thënë qëndron në të drejtën, tuflihu, ki me shpëtu. Shkove në shtrenjtën, atër nuk i ditë se kur përfundon në ndonjë errësirë e cila të shkon drejt greminave dhe humnerave, pafund. Prandaj kjo është gjitha.